Shenja ascendente më karizmatike është Luani. Shenja e diellit më manipuluese është Kaforia. Shenja e hënës më e paparashikueshme është Ujori. Shenja e Mërkurit më e zhurmshme që do të duket të tërheqë vëmendje, të hedh batuta, është Luani. Shenja e Venusit që do të angazhohet në një lidhje, që do dashurinë, romancën, edhe që është shumë besnik në një lidhje, është Demi. Shenja e Marsit që do të ketë shumë ndikim tek fëmia i vet, është po ashtu Demi. Shenja e Jupiterit më me fat është Shigjetari, edhe të lindurit në vitin 95 kanë Jupiterin te Shigjetari dhe jo vetëm. Shenja e Saturnit që është më e mira për të përfunduar punët, edhe më e përgjegjshme, është Virgjëresha. Shenja e Nyës veriore që është shpirtërisht e dëmtuar, e lënduar, është Nyja veriore tek Bricjapi. Shenja e Leleth që e ka të vështirë që të hapet apo që të shprehet emocionalisht është Lilith te Binjakët. A i keni këto pozicione në hartën tuaj astrologjike? Komentoni.